Një nga emisionet më të njohura investigative në Izrael, Uvda, i transmetuar nga Channel 12, ka publikuar një reportazh të gjerë që ka shkaktuar debat në opinionin publik izraelit, duke sjellë në vëmendje edhe Shqipërinë e kryeministrin Edi Rama. Në fokus të investigimit është një proces diplomatik që lidhet me përpjekjet për emrimin e biznesmenes dhe personazhit publik Nicole Reitman si konsull nderi e Shqipërisë në Izrael, një emrim që sipas raportimit u shndërrua në burim tensionesh diplomatike mes dy vendeve. Bëhet fjalë për vitin 2023, kur Rama ka qenë në një vizitë në Izraelin në banesën e mikut të tij, Sani Sanilevic. Sipas materialit të publikuar nga Uvda, Nicole Reitman, e njohur për marrëdhëniet e afërta me familjen Netanyahu dhe veçanërisht me bashkëshorten e kryeministrit izraelit Sara Netanyahu, kishte marrë fillimisht sinjale pozitive për emrimin e saj si konsull nderi e Shqipërisë në Izrael, megjithatë procesi nuk u finalizua. Sipas pretendimeve të paraqitura në investigim, autoritetet shqiptare vendosën të mos e miratonin emrimin pas shqetësimeve të ngritura nga partnerë ndërkombëtar. Raporti pretendon se Shtetet e Bashkuara kishin shprehur rezerva lidhur me lidhjet e ish bashkëshortit të Reitman, biznesmenit rus Mikhail Chernoi. Pikërisht në këtë pikë, sipas investigimit izraelit, filloi përplasja. Uvda pretendon se Benjamin Netanyahu ka kërkuar personalisht nga kryeministri Edi Rama që Shqipëria të rishikonte vendimin dhe të miratonte emrimin e Reitman. Sipas emisionit, kërkesa nuk u paraqit si një sugjerim diplomatik i zakonshëm, por si një insistim i vazhdueshëm nga zyra e kryeministrit izraelit. Raporti pretendon se Tirana vazhdoi të refuzonte emrimin, duke shkaktuar pakënaqësi në rrethin e afërt të Netanyahut, dhe duke hapur një krizë të panevojshme diplomatike mes dy vendeve, të cilat tradicionalisht kanë ruajtur marrëdhënie shumë të mira. Mesazhet e publikuara. Një pjesë e rëndësishme e investigimit bazohet në regjistrime audio dhe komunikime të publikuara nga Sani Sanilevic, ish këshilltari i Benjamin Netanyahut. Në një nga deklaratat që transmetohet në emision, Sanilevic pretendon se gjatë periudhës kur punonte me Netanyahu, ekzistonte një kulturë politike e ndërtuar mbi presionin dhe neutralizimin e kundërshtarëve politik. Megjithatë, vetë reportazhi nuk paraqet prova konkrete që mbështesin pretendimet për raste specifike apo persona të caktuar. Një tjetër element i publikuar nga Uvda lidhet me mesazhe që sipas investigimit janë dërguar nga Tobias Lux, zëdhënësi i afërt i Netanyahut ndaj ambasadorit të Shqipërisë në Izrael. Sipas emisionit, këto komunikime përmbanin tone të ashpra dhe erdhën pasi pala shqiptare refuzoi të ndryshonte qëndrimin për emrimin e Reitman përtej dimensionit diplomatik. Reportazhi përdor rastin e Shqipërisë për të ngritur pyetje më të gjera mbi mënyrën se si funksionon rrethi i ngushtë i pushtetit rreth Benjamin Netanyahut. Autorët e investigimit sugjerojnë se përpjekjet për emrimin e Nicole Reitman janë një shembull i ndikimit që marrëdhëniet personale mund të kenë në vendimarrjen politike dhe diplomatike. Në këtë kuadër, emri Edi Ramës shfaqet si pjesë e një historie më të madhe që po diskutohet aktualisht në Izrael, lidhur me raportet mes pushtetit politik, interesave personale dhe administrimit të marrëdhënieve ndërkombëtare.